Misiami i Serbinë dhe dëshira për t'u integruar sa më shpejt në Bashkimin Evropian kanë qenë të përbashkëtat e të ftuarve në festën kombëtare të këtij shteti. Ambasada e Serbisë në Tiranë ka organizuar një pritje me rastin e 15 shkurtit, ditës kombëtare të saj. Ambasadori serb Miroljub Zarić, i cili është ambasadori i parë i Beogradit zyrtar në vendin tonë, theksoi rëndësinë e kësaj date për të gjithë popullin serb. Dita kombëtare e Serbisë shënon saktësisht me 15 shkurt dhe është një festë shtetërore dhe festë shumë e madhe fetare. Festojmë ngritjen e Serbisë, që ka ndodhur në 15 shkurt të vitit 1804 dhe është dita kur ka filluar formimi i shtetit modern serb. Në të njëjtën ditë, vetëm 30 vjet më vonë, në 1834, Serbia ka formuar kushtetutën e parë që për kohën ishte një ndër kushtetutat më moderne në Europë. Siç e shikoni edhe vetë, kjo është ditë shumë e rëndësishme për Serbinë dhe për të gjithë popullin serb. Jemi të kënaqur që bashkë me ne këtu sonte janë një numër i madh miq dhe të gjithë kanë një gjë të përbashkët, miqësinë me Serbinë dhe një dëshirë të përbashkët, integrimin sa më të shpejt në Bashkimin Evropian. Ambasadori Zarić mirëpriti ndër të tjerë ambasadorin e OSBE-s Eugen Forfart dhe atë të Bashkimit Evropian, Ettore Sekui, duke theksuar më pas rëndësinë në integrimin sa më të shpejt në Bashkimin Evropian. Kjo festë shtetërore dhe fetare mblodhi shumë diplomat, ministra, deputet, akademik dhe personalitete nga fusha e kulturës, artit dhe të medias.